Vllaznia e femrave ka mbyllur praktikisht merkaton edhe pse ajo përfundon pas 2 ditësh. Presidenti i klubit Lazar Matia ka prezantuar për media 2 përforcimet e fundit të skuadrës. Bëhet fjalë për Erika Cartman, mesfushore sulmuese nga Paraguay dhe pjesë kombëtare së këtij vendi, si dhe për Candela Gonzalez, sulmuese spanjolle që në pjesën e parë të sezonit ka luajtur në Island. Të dyja lojtarët vinë me synimin për të dhënë kontributin e tyre në arritjen e objektivave të vllaznisë. Presidenti Matia u shpreh se me këto afrime, skuadra është më e kompletuar dhe e gatshme për fazën vendimtare të sezonit. Mendoj që janë afrime nevojshme në ekipin tonë, është pa arsyeshme që ekipi në këtë periudhë merkatit të afrojnë ato pozicione që edhe stafi teknik ka patë arsyeshme që kemi pas pak problematika gjatë fazës parë. Janë dy lojtarë që kanë luajtur nivele shumë mira. Erika është edhe lojtar përfaqësues së Paraguayt, kurse Candela është një lojtar spanjoll që ka luajtur në disa ekipe, ka luajtur në Amerikë dhe në Island. Janë lojtarë, njëra është mesfushore qendrore, kurse tjetra është lojtare sulmuese numër 9. Mendoj që këto dy role, këto dy pozicione kanë pa stafit të arsyeshme që të lëvizjen dhe të përforcojnë. Këtë dy lojtarë tashmë janë pjesë e ekipit tonë dhe aktivizimi i tyre do të jetë si në kupë ashtu në kampionat. Vëmendja kryesore e vllaznisë është përqendruar te ndeshja kthimin ndaj Teutës, e vlefshme për gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Pas humbjes 2-1 në ndeshjen e parë në Durrës, shkodranet synojnë fitoren dhe kualifikimin në finale.